Përshëndetje, mirë se keni ardhur në radhë, në maj. Do të shihni bashkë me kolegët. Forum për rregullën e ndërmarrjes është i përcjellur. Fjalën për vazhdimin e ndërmarrjes e ka vëzhguar shit bashkë me kolegët. Mirë përshëndetje, mirë se keni ardhur në radhë të këshillit bashkë me kolegët. Në mbështetjen e ligjit 189/2015 për veçëveshjen e normës 25.4/2026 deri 27.2 Gjermëtiri fëtën se nga dhe ratë këshillit bashkë me kolegët zhvillohet sot ditën e me datën 28/5/2026 në orën 14:00 në sallën e këshillit bashkë me kolegët pra njësisë administrative boshat me këtë rendite. Pika para në ditë, ndërtimi i procesit verbalit të mbledhur datë 29/4/2026 informacion për vetë të marrë në këtë mbledhje. Pika të projektit dhe dhënia e mirës ekonomike nga fondi kushtuar për muajin prill 2026. Pika 3. Projektit për miratimin e marrëveshjes bashkëpunimit me Bashkinë Vllazën numër 8 protokoll datë 15/4/2026 dhe këshillit të qartë shkollë numër 274 protokoll datë 15/4/2026 për bashkëpunim ndërvendor në fushën e shërbimeve publike për kryerjen e investimit dhe rekonstruksion të godinës së qendrës Besa e Ballkollës Bashkia Vllazën. Pika 4. Projektit për shtetin e buxhetit të Bashkisë Vllazën PPP numër 74 datë 23/12/2025 sipas marrëveshjes numër 3016 protokoll 15/4/2026 ndërmjet këshillit të qartë Shkodrës dhe Bashkisë Vllazën. Pika 5. Projektit për miratimin e njohjes së procedurës jo krenar për aplikimin e shërbimet në disa zona të miratuara në PPP numër 710 datë 19/12/2025 për shkollën disa zona me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Vllazën. Pika 6. Projektit për vazhdimsinë dhe vlerën e përfitimit për zotin Pjetër Zepi në programin e shërbimit të veçantë për qeras në tregun e lirë. Pika 7. Projektit për miratimin e sistemit të fiksimit dhe programit të shërbimit social. Pika 8. Raporti i performancës për Bashkinë Vllazën vitin 2025 dhe pika 9. Diskutimet ndryshme. Para se ta hallim votim ranë e ditës, ju propozoj që të heqim nga ranë e ditës pikën 5 për arsye moment dokumentacionit nga zyra për klasën. Keni dakord ta heqim pikën? Po. Tashtim për lëndë film. Keni dakord? Pro? 16 vota pro, unë s'ka, pika 5 që nga ranë e ditës. Atëherë fillojmë me pikën e parë. Miratimi i procesit verbalit të mbledhur datë 29/4/2026 dhe informacion për vetyrat të marrë në këtë mbledhje. Kjo është proces verbal i mbledhjes së kaluar, dokumentacioni keni përpara jeni dakord? Çfarë kemi marrë këtu? Pro? Pro, unë start, keni start. Atëherë fillojmë me pikën 2. Projektit e vendimit të ekonomisë në fondin kushtuar për muajin prill 2026. Projekti i kandidatit në domosdoshmë specialistë të zyrtarisë ekonomike në Durrës. Të përfitojnë ekonomike nga fondet kushtuara për muajin prill 2026, 127 familje me 300.914 lek me 5.93% të fondit total. Kushtuar për Bashkinë Vllazën për muajin prill 2026 janë shkolla të burgut 370.000 familje me një fond përgjithësi shpërndarje 715.710 lek. Por 600 këtij fondi është 410.250. Po kushtet i shkruajtur për përmirën ekonomike të vendit? Po, atëherë hallim votim pro. 16 vota pro, unë s'ka, një tonë. Të tjerë fillon me pikën 3, projekti për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Bashkinë Vllazën numër 3016 protokoll datë 15/4/2026 dhe këshillit të qartë Shkodrës numër 274 protokoll datë 15/4/2026 për bashkëpunimin ndërvendor në fushën e shërbimeve publike për kryerjen e investimeve për rekonstruksion të godinës së qendrës Besa e Ballkollës Bashkia Vllazën. Projekti pikë në ditë në relacion specialist dhe zyrtar për Bashkinë Vllazën në Sita Prime. Propozojmë miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Bashkinë Vllazën me një protokoll 3060
Datës 24/2026, veçirë qarku Shkodrit 274 protokoll, datës 24/2026, për bashkëpunim ndërvendor në fushën shërbime publike për kryerjen e ndërtimeve, rikonstruktën i godinës së qendrës sociale Vesa, Bardhëllush Kashqia Vallës. Kjo pika në ditë është rekonstruksioni i azilit të qyri në njërë në Bardhëllush. Nërmjet bashkimit të gjysë përgjithma, bashkim Vallës me Këshillin e Qarkut. Dokumentacioni jeni në para, po është një pikë të diskutim? Hadë në përtim të pikin të pro, 6 muaj pro, punë në staff, të një staff, një ato të nësë. Fillojnë me pikin 4, Regulimin e shtetin e buxhetit të Bashkisë së Vallës. Regulimi numër 74, datë 23 marrë 2025, sipas akmarrësisë numër 329, protokoll datë 24/2026, në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Bashkisë së Vallës. Dhe për këtë pikë kanë ditë në vetëm drejtoresha e Zyrës Financës, zona e Katandush. Finances budget for the beginning of Proiectările vin si nevoie Norvegia să se apomează. După care Norvegia practică și Këshilli i Qarkut në nasil në fond për kësaj për në banën në rekonstruksionin e qenja sociale të Vesa. Ky fond ka ardhur e bashkia edhe ne duhet që me bëhe në rritit sa në kuqë në këtë lokals për të në të ndjerë që në duhet me përdorë. Pra, dhirë më dhe ishtë të përmjera tu, kërpër me të një duj, për rritin e budgetit në djerën të snivelet ka sakë në shumë që ka orë për Këshillin e Qarkut. Kjo pjesë është për pjesën tonë. Pjesën financiare për ndihmën për qëtëra. Pjesën e bashkisë. Bërë në biru. Po, është një pyetje me diskutim? Për pyetjen 4? Po, atëherë hapim vetëm pyetjen 4 pro. 16 vota pro, 1 ska, abstenimi ska, në ato. Për në mes. Pyetjen 5 e kemi ditë. Atëherë fillojmë me pyetjen 6. Regulamit për vazhdimsinë dhe dhënien e procesimit të sotme të zëjtë në programin teknik subvencion i qirasë të rregullën e ligjit. Për këtë pikë në ditë, në këtë përgjithësi Zyrës së Ndihmimit të Shtetit për Bashkinë Vallës, para në Vallës. Cu asociațiile de documentațiune de ajută socială, economică, de banore, Comisiunii de Învăț și Certificări, Învăț și banore se atribuie și documentațiune. Ok. Proprio se tu tieni facendo più già. Riesci a sprovare insieme mi numero chiesto di cerasa. Non ci viene così. Proprio se tu tieni stop. Che hanno tutti già pro. Just my pro, uno stop, and then stop, and then to transaction. Fillojmë me pikën 7, pra i vendim për miratimin e sistemit të fiksimit për programin e stabilitës së CR për të pikën e analizës në vetëm analizë. Legătură la nivelul miratimin sistemit të fiksimit për programin e stabilitës së CR. Edhe për këtë pikë e analizës. Kriteri po. Atëherë janë shpërfyer sistemi, që është sistemi i fiksimit sipas programit të stabilitës së CR që ka të bëjë me subvencionin që rastin të rregullën e lirë. Dhe sistemi i fiksimit që ka të bëjë për programin për mirësimin e kushtit të bankësave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme, që patë çdo vit rinovimit. Dokumentacioni i përpara, ka është një pyetje në sistemin e fiksimit? Po, atëherë hallëm në fiksim në 7. 6 muaj pro, 1 ska, 2 ska, 0 do paranes. Për pikën të në para u informativ, e të raporti performancë të Bashkinë Vallës, dokumentacioni e kemi përpara, që të bëjmë pyetjen e gjatë, në të shëroj sekretari i Këshillit të Vallës. Është për një, nuk pa në rështërë.
S'ka për një gjënë? Parëm dhe ti ka manë diskutime në që ku shkojnë e gjënë drejtu bashkis apo këshillit bashkjat. S'ka atjerë. E ke parëm dhe në janë në rosë këshillit bashkjat. Parëm në shpëjtë.